Po, pse nuk u respektua nga Rusia ky armpushim që u propozua, po them nga vetë Zelenski dhe Gjermania, Franca, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar në këtë rast? Armpushimi nuk respektohet për shkak se Perëndimi po vazhdon dhe po tenton që ta mbajë Rusinë sa më gjatë të preokupuar me çështjen e Ukrainës dhe këtë preokupim ose angazhim të saj të drejtë për drejtë ata përpiqen ta bëjnë duke ndihmuar Ukrainën me armatime dhe me teknologji të fundit ose me teknologji të cilat i përdor ushtria e Ukrainës kundër objektiva ose kundër ushtrisë ruse. Për këtë arsye, për Rusinë, ajo që e dim deri me tani dhe në bazë të deklaratave publike, lufta në Ukrainë është një operacion special dhe nuk ka të bëjë me një luftë në shkallë të gjerë të cilën di Rusia ta bëjë ose mund ta bëjë. Por ajo po ballafaqohet aty me ndihmën edhe të NATO-s të Perëndimit drejt për drejt me Shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe me ndihmat e SBA-ve. Andaj ajo dëshiron gjithmonë të tregohet e fortë në çdo lloj përballje në Ukrainë, sepse prestigji i saj është i tillë që nuk do të lejonte, domethënë, një përulje të drejtë për drejtë nga forcat ose nga ndihmat e perëndimore ose të bllokut të NATO-s. Pra ka të bëjë me për mendimin tim ka të bëjë me krenarinë e Rusisë, e cila nuk do në asnjë rrethon, domethënë, që të ul kokën përpara zhvillimeve ose përpara një force që mund të prodhohet ose që është prodhuar deri më tani në Ukrainë. Zotri Bllakaj, në rast të një takimi të tillë, në rast po supozojmë që do ndodhte një takim i tillë, do priteshin rezultate? Rezultatet priten për shkak se Rusia fatkeqësisht e ka fituar këtë luftë. Është e pamundshme për Ukrainën dhe për të gjitha ndihmat që ajo deri më tani ka marrë, ka qenë e pamundur për t'i dalur, domethënë, për t'u përballur me Rusinë. Ajo në 4 rajonet e Ukrainës, përfshirë edhe Krimen, të cilën e ka marrë me vite më herët, ajo pushtetin e ka ndërtuar faktikisht, e ka fituar si territor dhe ka ndërtuar, domethënë, e ka ndërtuar pushtetin e Rusisë atje. Prandaj, domethënë, në çfarë do marrëveshje, ajo nuk as që mendon të bëjë ndonjë lëshim për Ukrainën përveç se diktimin e kushtave të një fituesi të luftës. Po. Çfarë prisni të ndodhë në takimin e së Edhe nëse ndodh takimi i së domethënë unë pres që Rusia, domethënë, të deklarohet që territorët e pushtuara duhet i njihen, që duhet i njihet Krimeja, domethënë bashkimi i Krimes me Federatën Ruse. Mendoj që do të diktoj ose do të tentoj të diktoj një mos antarësim të Ukrainës në NATO, ose në versionin më optimist, siç e kanë thënë edhe disa mendimtarë të gjeopolitikës, në versionin më optimist është që Rusia të pranojë një federalizim të Ukrainës për të mos e lejuar asnjëherë të kalojë në bllokun perëndimor, për ta bërë një shtet, si themi, jo funksional, që të mos kalojë ajo asnjëherë në bllokun perëndimor. Bllakaj, mund të ketë rol Turqia, cili është në fakt roli i Turqisë në tërë këtë mes? Meqense po flitet që edhe takimit mbahet atje. Në gjeopolitikën në cila po ndodh tani, edhe të cilën jemi vetë dëshmitar, është një përzierje të gjitha interesave të shteteve të fuqishme, por edhe atyre me fuqi rajonale. Turqia në luftën e Ukrainës ose në konfliktin e Ukrainës ka luajtur një rol interesant, sado që e ka furnizuar Ukrainën me dronë dhe me armatime të nevojshme, ose me armatimet e kërkuara nga Ukraina, po ashtu në anën tjetër nuk është konfliktuar drejt për drejt me Rusinë në asnjë përballje direkte, as diplomatike, as të natyrës tregtare. Madje presidenti Erdogan ka arritur që të jetë një ndërmjetësues shumë i suksesshëm në atë që njeh si kriza e ushqimeve ose kriza e dritrave, e grurit dhe e dritrave, se mos të harrojmë, Ukraina është prodhuesi më i madh i grurit dhe i dritrave në Evropë. Prandaj roli i Turqisë ka qenë interesant
në këtë luftë. Kjo është paraqitur edhe si ndërmjetësuese edhe në takimet e vitit 2022. Bënte më shumë se SBA-t? Edhe një herë të lutem. A do të mund bënte diçka më shumë se SBA-t në tërë këtë idenë e zgjidhjes së Unë mendoj që nuk mund të bëj diçka më shumë se SBA-t, sepse SBA-t janë të përziera drejt për drejt në luftën e Ukrainës me ndihmat e pakushtyera që i kanë dhënë në ekspertizë dhe në teknologji ushtarake për Ukrainën. Ndihmat që ka dhënë Amerika nuk krahasohen në asnjë rrethon me shitjet të cilat i ka bërë Turqia në Ukrainë. Prandaj roli i Turqisë për ndërmjetësues nuk është i njëjtë me atë të SBA-ve, sepse një ndërmjetësim i SBA-ve e cila ka marrë drejt për drejt pjesë në ndihmë të Ukrainës konsiderohet si lëshim ose si fitore e SBA-ve. Prandaj zgjidhen gjithmonë shtetet e treta, e kemi pasur takimet fillestare në Riyadh të Arabisë Saudite para disa kohësh dhe ne domethënë tentohen që të vazhdohen takimet në Turqi për të treguar edhe një herë që është një shtet i tretë, jo i përzier në thellësi të problemit ose të ndihmës me njërin palë ose me tjetrën. Turqia shihet dhe lexohet në njërin anë si antar i NATO-s, por në gjeopolitikën e re shihet edhe si një shtet me fuqi rajonale e cila nuk do që të përballet me Rusinë as në det, po as në diplomaci ose në fusha të tjera. Kemi pasur edhe zhvillime interesante të cilat e kanë rritur bashkëpunimin e Turqisë me Rusinë. Mos të harrojmë, kemi pasur një atentat ku është vrarë ambasadori rus në Turqi, që një vrasje e cila mund të nxiste një